Presidenti i SBA-s Donald Trump kërcënoi se do të vijojë të godasë infrastrukturën e naftës së qendrës së ishullit Karg të Iranit, nëse Teherani nuk do të ndalojë së sulmuari anijet në ngushticën e Hormuzit, një paralajmërim që mund të trazonte më tej tregjet që përballen me një ndërprerje historike të furnizimit. Trump shoqëroi ultimatumin e tij të së premtes me një postim në mediat sociale, duke thënë se SBA-t kishin shkatëruar plotësisht objektivat ushtarake në ishull, terminalin e eksportit për 90% të dërgesave të naftës së Iranit, i cili ndodhet rreth 500 km në veriperëndim të ngushticës. Irani nuk mund të mbrohet nga sulmet e SBA-s, tha presidenti. Ushtria e Iranit dhe të gjithë të tjerët e përfshirë në këtë regjim terrorist do të bënin mirë të linin armët dhe të shpëtonin ato që ka mbetur nga vendi i tyre, që nuk është shumë, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Forcat e armatosura të Iranit ju përgjigjen sulmit Karg duke thënë se çdo sulm ndaj infrastrukturës së naftës dhe energjisë së vendit të tyre do të çonte në sulme ndaj objekteve në pronësi të kompanive të naftës që bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara në rajon, raportuan mediat iraniane. Agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Fars e Iranit raportoi, duke cituar burime, se më shumë se 15 shpërthime u dëgjuan në ishull gjatë sulmeve të SBA-s. Irani gjithashtu pretendoi sukses në rrëzimin e 5 dronëve mbi hapësirën e tij ajrore, duke e quar në 114 numrin total të dronëve amerikan dhe izraelit që kanë rrëzuar gjatë luftës, raportoi të shtunën televizioni shtetëror iranian. Ambasada amerikane në kryeqytetin irakian Bagdad u godit në një sulm me raketa të shtunën. Garda revolucionare e Iranit tha se kishte kryer sulm shtesë ndaj Izraelit.